Testi është këtu. Po e marrë me vete këtë nga dhoma, se kam shumë emocione të pres në barë. Çfarë mendon se do jetë? Shkoni, nuk e besoj. E duket shumë e zvet. Është sa. Nuk! Nuk vetë me një motrë dhe me një No, nuk e besoj, jo, do shkoj të marrë një test tjetër. Ja, okej. Ta mbledh veten. Shkojmë të marrim 2 testet tjera. Sepse nuk jam e sigur, nuk ka shumë e trash, shumë e holl. Te ajo ka pat që ka mbajta pak urin. Do shkoj të marrë 2 teste tjera. Shkojmë pra në farmaci që të sigurohemi. Stefani do t'i tregoj pëse kur të shkoj njërë te ginekologu. Nuk e duhet të ndaj këtë gëzimin tani, po të marrë njërë testet e tjera, po e di që s'duhet i them njërë ju tani, të paktën të shkoj njërë te ginekologu, paktën. Shkoj marrë 2 testet tjera. Orangefarbener Kreis, der durch den Dunst brannte. Sie senkte sich den Dunst. Okej, te farmacia tjetër kishte ngelur vetëm një test. Dhe tani po shkoj te farmacia tjetër të marr një tjetër. Me thënë gjermanët se nuk ngelen sot. Vetëm një test, domethënë. Shkoj marrim tjetër, se dua t'i kem dhe 2, që të sigurohem. Pastaj do marrim telefon Frauenarzt ginekologe. Nuk e di si funksionon. Nuk di çfarë të bëj, të them njeriu që mbase të më udhëzoj ku të shkoj, si të shkoj. Nuk e di. Jam pa fjalë. Shkoj të më tjetër, se nuk e besoj dot rezultatin, gjeta një elektronik, 21 euro. Mirë, po kjo na tregon dhe a jemi shtatzan dhe sa jemi. Sa javshe. Vëzim pritet jam shumë kurioze. A do dalë njërë pozitiv, pastaj sa javshe. E harrova dhe punën dhe çfarë kisha për të bërë. Kam marrë tani 2 teste, një e kam marrë që ka 2 teste brenda, njëri që tregon vetëm a je pozitiv apo jo, a je shtatzan apo jo, dhe tjetri që tregon dhe javën, çfarë javë jam, nëse jam. Edhe njëri është e thjeshtë si ai që kisha, kështu që shkojmë t'i bëjmë dhe këto edhe
Si do i them Stefani? O Zot, nëse është e vërtet, edhe çdo gjë shkon mirë, tërë jeta jonë do ndryshoj. O Zot i madh. Wow, pa besueshme. Dhe ora është 10:10. Ha? Po? Po pres dhe 2 minuta e pastaj do t'i kthej. O Zoti i madh, çfarë pritje. Lea, ç'a mendon ti zemër? Pse e lagur këto? Të ka lëpje luk? Okej. Ora 10. Shikojmë një këtë të parin. Po që e viz, jam shtatzën. Po që e viz, nuk jam shtatzën. Po. Okej, fillojmë. Oh my god. Oh my god. O Zoti i madh. Shmanga. Shtatzën. Dhe jam 1 deri në 2. Kjo do të thotë 3 deri në 4 javë. Shtatzën. Si do i them Stefanit? Si do ndryshoj jeta jonë? Wow! Do më thëmë viti 2025 do mbyllet me një bebë. Po! Po! Okej. Tani da më njëse se po vdes për buk. Kjo është e videoja. Nuk e di kur da publikoj dhe do publikoj, mbase duaj që ta mbaj, nuk e di, jam... O, Zoti i madh. Nuk e di të gëzojmë apo jo, sepse është akoma vetëm fillimi. Por... akoma së besohet. O, Zoti i madh. Si është e mundur. Do me thënë, neve dhe Stefani nuk po e provonin fare intensivisht. Ka vajza që marrin app, kontrollojnë ditët kur janë... do me thënë, kur janë të... është më prodhimtar trupi femrës, se normalisht është 5 ditë, edhe 2 ditë janë ato që janë tamam prodhimtare. Neve thjesht vendosëm që të mos të ndaloni më, po që se do vinte, pra mos të merrni masa mbrojtëse, duke qenë se për mua ishte shumë e rëndësishme që të kisha një shtëpi time, pa të filloja planifikimin familjar, dhe mendoj që vjen ajo ora biologjike, si jam e plotësuar në karrierë, edhe mbase nuk funksionoi tërë ato muaj, se unë isha kaq e stresuar, edhe sapo jeta po fillon të... O, Zoti i madh, 2024 më mori shumë njerëz, më mori babi, më mori njerëz që i kam dashur, që i kam mbështetur, që i kam ndihmuar dhe që më kanë zhgënjur. Më mori 2024, më mori gëzimin, më mori qetësinë, më mori kohën, më mori shumë lot. 2025 apo fillon? 2025 do mi sjelli këto lot që kam derdhur, po lot gëzimi. Shumë frikë. Tani po marr në telefon
ginekologen. Ginekologja ime është në Luksemburg, kështu që do dua që ta kem në Gjermani, që ta kem më të thjesht kontrollet dhe gjërat. Nuk e di apo është më e thjesht në Luksemburg nga puna, mbase ti mbaj të dyja. Nuk e di. Nuk ndje asnjë gjë jashtë normale deri tani pra javën e 4, mbase fillojnë më vonë. Jam shumë normal. Zoti mam. Okej, Ika. T'ja tregoj sot Stefanit. T'ja tregoj më vonë pasi po pale kur e kam takimin ginekologjik. Okej, Ika. Do qaj tani? Edhe do ja them babit tim në letrat që i shkruaj çdo ditë që ja plotësova dëshirën dhe pse pak vonë. Ika. Ciao. Ja uroj të gjithave femrave që ta provojnë këtë ndjenjë paçka se është akoma shumë herët. Nëse po e publikoj videon do të thotë që gjërat kanë kaluar jashtë rrezikut, jetës nuk i dihet asnjëherë, po t'i gëzojmë momentit e të shpresojmë që ardhmja do jetë e butë me ne. Dhe uroj shumë që çdo vajzë ta ndjejë këtë gjë. Unë do i përgatis Stefanit sot mbase një surprizë. Nuk më besohet. Ika.